Kjo rruga shumë e heshme, po me shku pak më nalt. Përshëndetje dhe mirë se vini në një nga lagjet e Kandaharit në Afganistan. Kjo lagje ka qenë e shtruar me kaldërma. Bëhet fjalë mbi dikun 700-800 metra rrugë, të cilët kaldërmat e të cilëve janë marrë dhe janë dërguar në rrugën e butiqeve, atje ku projekti u promovua si një nga projektet madhështore të kryetarit të komunës Bilal Kasami, ndërkaq të gjithë dimrin banorët e kanë kaluar në baltë. Si në shtetet e luftës, duket lagja jo zhurqin në Tetov, ku banorët janë të revoltuar, pasi sipas tyre, kaldërmat janë hequr për të vendosur në rrugën e butiqeve, ndërsa ata kanë mbetur mes baltës dhe pluhurit. Dimri ka qenë mjaft i rëndë, thonë ata, dhe çdo ditë përballen me dëmtim të veturave të tyre për shkak të gjendjes së keqe të rrugës. Pjot vlla. Kjo ka qenë me kaldërma këta, ha? Me gurzi. Po, edhe i kanë marrë i kanë çuar të rrugë e butiqeve. Po. Ju krejt dimnin e keni kalu qështu, ha? More, ti e të sol dimnin e po e bëjmë halal, po më duket se do zjase pak ma tepër. E në verën dhe ka. More, dimnin tjetër, jo këtë verë. Se më bëjmë halal këtë verë, po më duket se si kush e ka atë pendimin e vetë. A është mëjrë, së është mëjrë. Ajo djetë. O ma, e në s'kira ka jamajmë, tash ato urdhnojnë, ne nuk urdhnojnë. është qa? Do që unë në gurbet, e më pinontin pin vjetor, vitin e kaluam, i pa në he, ku në Zvicër jam. Ta jenë Zvicër, si duket kjo lagja në krahasim me një qytet në Zvicër? Rrugja si në Bangladesh. Cish? Valla, gjatë ka. Katastrofë, kitë kërë të herë të rabë dhe këshku. Ti herë më gjari ka një kofë 4, ti herë ka thaje. Vetë tjerë, i morë, koskat, po i e mërmarua, i marua, hajtë. Se ku i ka shu këto koskat? Të koskat i ka shu atje të butiket. Në rrugë e butiqe? E, që atje. Po të i mjerë i bënde. Ju krejt dimni mlosh kini në qëto, ha? Po, këtë losh, në rabët në losh, që i katastrofë. Vada. E në koskat gjëtë në mone, pa ato i gjënë buë, ama fatës, këtë në preshë. Për një bëtë Qaj. E në qëra apeloni? Si do apeloj, mësa më ofrët e ndryqë se nalimi, nalimi që, e shuaj të vetë, ja, bja gjithë, me të parën, ka dale, haj mo ki ka karterin e hjekën t'i ka, ki, apo qëra të rajmë ka të dhuminit me la, e të minje një të tam, shkoj. Ne kemi dërguar edhe pyetje në komunën e Tetovës se deri kur kjo rrugë do t'jetë në këtë gjendje dhe është e vërtet që kaldërmat e kësaj rruge janë shfrytzuar në rrugën e butiqeve, por deri në këto momente, kabineti i kryetarit Bilal Kasami nuk e ka parë të arsyeshme që të na përgjigjet. Dhe kaldërmat e kësaj rruge janë kaldërmat e rrugëve të atyre lagjeve që gjatë gjithë dimrit e kanë kaluar në balë dhe në rrugë të prishur. Ndërkaq, banorët ankohen se kanë frikë, mos ndoshta edhe dimri i arshëm do t'i gjej me atë rrugë të prishur dhe në atë gjendje.